Një nga banorët që ka tërhequr më shumë vëmendjen e djemve të shtëpisë në Big Brother VIP Kosova është Dolçe. Në një periudhë të shkurtër ka patur 2 lidhje brenda shtëpisë, fillimisht me Edin e më pas me Limin. Por disa skena të Dolçes me partnerët e saj brenda shtëpisë janë bërë shumë virale dhe duke u komentuar si të papranueshme pasi ky format ndiqet edhe nga adoleshent. E në kulmin e këtyre diskutimeve ka folur dhe vëllai i Dolçes, duke komentuar lojën e motrës së tij dhe djemve që ajo u lidh. Fillimisht, ai ka sulmuar Edin duke u shprehur se ato fjali që ai ka thënë në intervista për motrën e tij kanë qenë një gabim shumë i madh. Më pas tha, Edi thjesht ka dashur të marrë audiencën fal Dolçes, por unë asnjëherë nuk e kam besuar lidhjen e tyre, ndërsa për lidhjen e motrës së tij me Limin u shpreh se ndihet i kënaqur, madje tha se motra e tij njihet me Limin që jashtë shtëpisë. Ai u shpreh: "Ata të dy njihen nga jashtë, kanë shoqëri të përbashkët dhe kanë qenë edhe me pushime në jug së bashku. Nëse motra ime do të ketë lidhje me Limin, kush jam unë që t'i them jo motrës? Ajo i ka kaluar 30 vjet dhe tashmë i merr vetë vendimet për jetën e saj." Me sa duket, vëllai i konkurrentes është shumë mend i hapur. Ai nuk gjykon në asnjë moment motrën e tij për lojën që po bën brenda shtëpisë.